Më 8 prill në gjykatën e posaçme është zhvilluar seanca gjyqësore për kreun e Partisë së Lirisë Ilir Meta, seancë ku vendos se më 27 prill do të mbahet seanca e parë e gjykimit. Ajo që vjet re është se në mediat e Kryebashkiakut të Tiranës apo editorialet e gazetarit të familjes Veliaj, Mero Baze, gjithmonë çështja Meta atashohet me atë të Erion Veliajt. Kjo ka dy qëllime. E para të kompleksojë opozitën, e dyta të bashkojë në një, si çështje shkeljesh apo padrejtësish, dy hetime, dy individ, dy raste krejt të ndryshme që nuk kanë asnjë ngjashmëri me njëra tjetrën, duke krahasuar çështjet penale. Së pari, Ilir Meta nuk është zyrtar në detyrë që mund të prish prova apo të dëmtojë çështjen hetimore. Megjithse SPAK gjeti dhe ndaj tij ndërhyrje, ndërsa Erion Veliaj është gjetur me fakte që ka prishur provat. Kujton më rastin se si u zhduk telefoni i Ina Goxhait në zyrën e avokates së popullit Erida Ballança. Goxhait ja zhduk telefonin kryetaria e komisionit të ligjeve, Klotilda Bushka. Çfarë do ndoshte me hetimet në rast se do të kapej dhe telefoni i Ina Goxhait? Ilir Meta nuk ishte në detyrë, Erion Veliaj ishte në detyrë dhe shkonte e prishte provat. Ky është ndryshimi i parë. Shkojmë më tej. Erion Veliaj përballet me 13 akuza penale që lidhen me korrupsion pasiv në disa raste të veçanta, përfshirë përfitimi pa rregullt përmes kompanive dhe OJF-ve të ndryshme. Në listë përfshihen edhe akuza për pastrim parash, shpërdorim detyre, mos deklarim ose fshehje pasurie, si dhe futje ose mbajtje sendesh të ndaluara në institucionin e burgut. Akuzat përqendrohen në korrupsion të përsëritur, abuzim me funksionin publik dhe veprime që kanë shkelur ligjin penal dhe rregullat e deklarimit të pasurisë. Ndërsa kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, akuzohet për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. E treta, por jo më pak e rëndësishmja, përtej prishjes së provave dhe akuzave penale që rëndojnë, kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, është përballur me prokurorët publikisht si kryetar partie, ka mbajtur qëndrime personale, ndërsa Erion Veliaj mjafton të shohim përgjimet nga burgu i Durrësit, se si krijonte skenar, mashtrime, intriga, deri në departamentin e shtetit, lobime në senat me qindra mijëra dollar të paguar. Të dyja rastet ndryshojnë dhe për shkak të akuzave, rrethanave, por më shumë ndryshimi është e fakti që Erion Veliaj pretendon se është viktimë e politikës së një skenari të Berishës, ndërsa Meta pretendon se është viktimë e politikës së Ramës. Në fakt, Erion Veliaj është viktimë e abuzimeve, korrupsionit, skandalit, egoizmit dhe karrigës së tij të pushtetit, në pushtetin e partisë së tij, ndërsa Ilir Meta është njeriu që solli Ramën në pushtet, flamurtari i reformës në drejtësi, ashtu si dhe Veliaj, por kur drejtësia shkon te ta dhe nuk kontrollohet prej tyre, pastaj është politik. Në fakt, çështja Veliaj po ndjek çështjen Meta. Kjo e dyta shumë e vet me akuza, por dhe me faktin se Meta nuk është në detyrë, ndërsa Veliaj ka më shumë akuza, vazhdon të qëndrojë në detyrë dhe vazhdon të sillet me të njëjtën arrogancë dhe brutalitet, ashtu sikur ishte në zyrën e kryetarit të bashkisë.